dietat përgjithsisht dështojnë e para punës sepse idealisht parandalosh, pra idealisht mos ta marrësh peshën, sepse në momentin që ti e merr peshën, njësia e dhjamit që të shtohet është njësia që e komandon njeriu pastaj, sepse dhjami nuk është thjesht dhjam. Dhjami është organ endokrin kryesisht, prodhon hormone. Edhe shumica e hormonave që kontrollojnë organizëm, urin, oreksin, pra ngopjen, janë hormone që vijnë dhe nga indi dhjamor. Unë shpeshherë e bëj krahasimin me një familje që i rritën të ardhurat monetare, rrit dhe nivelin e shpenzimeve, apo jo? Sepse ideja është shton një palë pushime, merr një makinë më të mirë e kështu me radhë. Problemi është nëse kjo familje mësohet në këtë lloj standardi dhe nëse ti ja heq në moment caktuar, sigurisht që do ta përjetoj me stres. Edhe do tentoj të marrë masat, pra që të kompensoj letem të ruaj deri diku ndoshta një nga këto, të ruaj pushimet atë. Po me organizmin gjërat janë shumë më komplekse se kjo. Që do thotë, në momentin që ti e morë peshën, niveli i caktuar energjetik i organizmit dhe nevojat për kalori do përcaktohen varësisht asaj peshë që ti ke arrit. Në qoftë se ti tenton të humbësh peshë më shumë se 10% për një periudhë 3-4 mujore, organizmi ta ul automatin, pra të ul atë që ne themi metabolizmi bazal. Pra nuk ta djeg më, sepse e merr si kërcënim. Organizmi është shumë i mençur se gjithë doktorat bashkë që ka botë përfshirë dhe mua këtu, në sensin që ndërhyrjet tona duhet të jenë shumë kujdesshme. Unë nuk po them që dietat nuk reagojnë, nuk po them që dietat nuk kanë efektin e tyre. Por e rëndësishme është që dieta duhet harmonizuar gjithmonë me aktivitetin fizik. Pra duhet të tentohet jo më shumë se 10% të uljes peshës trupore dhe ulje 10% të kalorive, pra çka marrin këto individ, për të humbur ti një peshë caktuar për një periudhë caktuar. Pastaj tentojmë të bëjmë një lloj plateje, një lloj le të them qëndrimi në këtë lloj peshe dhe pastaj tentojmë edhe një efort të dytë për të ulur le të them më tej pjesën e peshës.